Më shumë se 10.000 njerëz ishin vrarë në Sarajev pas rrethimit nga ushtria e Republikës Srpska gjatë viteve 92 deri në 96, pasanik të huaj kishin paguar shuma të mëdha parash për të qelluar me armë civilet për pikën e qejfit. E një ditë më parë, gazeta britanike The Telegraph raportoi se edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është i përfshirë në atë që po quhet Safari i Sarajevës. Siç shihet në videot e publikuara, Vučić kishte qenë i pranishëm në njërin prej pozicioneve ushtarake mbi qytet, prenga dhe u kryen vrasjet. Madje në një pamje tjetër, shihet presidenti i Serbisë duke mbajtur një pushk në dorë, pikërisht në kohën dhe vendin ku po dyshohen se u kryen krimet. E prezenca e tij atje sipas politikanit serb Nikola Sandulović është konfirmuar edhe nga vetë Vojislav Šešelji. Šešelji e ka deklaruar hapur të vërtetën se Aleksandar Vučići ishte vullnetar në ushtrinë serbe gjatë atyre ngjarjeve dhe se ishte i pranishëm në vendet ku ndodhen të shtënat e civilëve të pafajshëm. Është e pamundur për të si përfaqësues i qeverisë dhe vullnetar serb në atë kohë të mos e dinte se autoritetet serbe nën Slobodan Miloševićin po lehtësonin grupet e organizuara që udhëtonin nga Beogradi në Sarajev dhe ktheheshin mbrapsht, ka thënë ai. Përveç politikanëve në Serbi, këtë gjë sipas Sandulović e konfirmojnë edhe shumë dëshmitar të tjerë okular. Kemi gjithashtu deklarata nga individ që nuk kanë më frikë të flasin hapur nëse Aleksandar Vučići ishte i pranishëm atje dhe me çfarë motivesh ishte. Është e qartë se ai ishte me të vërtetë i pranishëm, por për të përcaktuar se sa kohë qëndroi atje, në çfarë cilësie dhe çfarë bëri saktësisht, duhet të pyesim dëshmitarët, dëshmitar serb të Bosnjës dhe dëshmitar të huaj që ishin të pranishëm në vendngjarje, ka shtuar Sandulović. Ai jep edhe detaje lidhur me vrasjet që snajperistët i kryen dhe përfshirjen e qeverisë së Serbisë atje. Ne e dim që rrethimi i Sarajevës nisi në vitin 93 dhe zgjati pothuajse 2 vite të plota dhe se pati mbi 200 udhëtime të organizuara me helikopter, autobus dhe automjete private nga Beogradi në zonat ku po sulmoheshin civilët. Ne kemi deklarata dëshmitarësh që përshkruajnë listën e çmimeve të vrasjeve, duke përfshirë shpërblimin më të lartë për të shtënë një fëmijë, veçanërisht një nën që mbante një fëmijë ose një nën që përpiqej të ikte nga zjarri i snajperëve, shprehet Sandulović. Për krejt këto, Sandulović bën thirrje te komuniteti ndërkombëtar që ta mbajnë përgjegjës presidentin e Serbisë.